kompani të cilat janë të përfshira në skemën e drejtuar nga Ergysa Gasi dhe Ermal Beqiraj, sërish institucionet në Shqipëri vazhdojnë të derdhin para në arkat e këtyre kompanive dhe bëhet fjalë për institucionet të cilët për shembull Akshi gjatë kësaj periudhe ka kryer pagesa në vlerat e 25.000, 50.000 apo 30.000 eurove drejt këtyre kompanive. Këshilli i Lartë Gjyqësor është një tjetër institucion që ka bërë disbursime shumë të mëdha drejt këtyre kompanive dhe kryesisht Soft Solution në këtë rast. Janë 17.5 milion lekë dhe 4.3 milion lekë të tjera. Agjencia e Zonave të Mbrojtura pagesa për mirëmbajtjen e sistemit, ndërkohë që janë edhe kompanitë të tjera Fastech, të cilat e cila është kompani e cila ka mbajtur në këmbë skemën e Ergysa Gasit dhe Ermal Beqirajt, dhe kjo kompani e Andis Papës ka marrë pagesa nga Ministria e Mbrojtjes në vlerën e 13 milion lekëve, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve 12.2 milion, dhe apo edhe Ministria e Bujqësisë në vlerat e 2.8 milionëve dhe 4.2 milionëve lekë. Sigurisht që janë edhe institucionet tjera, siç është Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje, 3.2 milion lekë, të tjera, institucionet të tjera që kanë kryesisht Materniteti i Tiranës, Shërbimi Mjeku Ligjor apo Agjencia Kombëtare e Provimeve. Kjo tregon që edhe materniteti. Po sigurisht, sepse çdo gjë është marrin në kohë është një klik tani, zoti Logu, nuk kemi më lindja tashmë është vetëm një klik. Jo, shërbimet pra që do marrim. Do t'i marrësh shtu gjitha. Janë institucione. Do më kapin që në gjenez, nënën, lindi. Një institucion tjetër është edhe Agjencia e Mbrojtjes Policore, kështu që AMP-ja, cili është një institucion në varësi të, në mos gaboj, Ministrisë së Brendshme. Kështu që dhe këto pagesa janë për bashkëtuesin e motrës Ermal Beqirit, i cili përmendet edhe në vendimin edhe nga gjykata e posaçme. Dhe pavarësisht ajo që përpiqem të them është që pavarësisht se SPAK-u apo dhe gjykata e posaçme kanë marrë një vendim që këto kompani janë pjesë e një skeme të madhe korrupsioni dhe fryrje shtenderash për buxhetin e shtetit, sërish këto kompani vazhdojnë të marrin pagesat e tyre të pashqetësuara, edhe pse ka një hetim që deri në këtë fazë thot SPAK-u dhe gjykata e posaçme qoftë shkallës parë dhe apelit e ka konfirmuar këtë, sërish për po them institucionet në Shqipëri, ky nuk është një problem, por duhet të vazhdojnë të merren pagesat njësoj. Kjo tregon që tregu është po aq i kapur, po njësoj përpara hetimit të prokurisë së posaçme, pasi janë të njëjtit persona të cilët marrin këto pagesa.